ju dini edhe u vënu shumë certifikimi i rezultatit. Pra humbëm të paktën një muaj që në 30 ditë është dash mu certifikue rezultati. Tani, sikur që shihni, po humbim kohë, këto kanë pasoja, lojnë pasoja në jetën e brendshme. Shtetimi i energjisë shkaktoi shtetim të çmimeve, për shembull, nuk tajton më kushtema konkrete çka po ndodh me vendin. Një ditë e ndëgjova një lajm që për shembull ende që kanë paguar shtesh policëve ushtarëve. Gjithkohë flasim për siguri, për situatën e sigurisë, për rreziqet e sigurisë, nëse e mbledh Këshillin e Sigurisë të Kosovës në takim urgjent, atë të paktën paguaj ato policisë, ushtrisë, institucione të tjera të ligjit. Pra është e dhimbshme kjo kohë dhe besoni nuk është se ne po dojmë me fitu diçka në këtë situatë, sepse ne ja kemi dhënë opcionin për kandidat të VV-s unifikues. Pra çdo gjë e kanë të mundshme.